Naomi Campbell përjashtohet nga Met Gala pas përplasjes me Anna Wintour. Pas më shumë se 2 dekadash pjesëmarrje në tapetin më të famshëm të modës, Naomi Campbell nuk do të jetë më pjesë e Met Gala këtë vit. Supermodelja 54 vjeçare duket se është përjashtuar nga lista e të ftuarve dhe shkaku mendohet të jetë një incident me Anna Wintour, figurë më të fuqishme të industrisë. Gjithçka nisi shtatorin e kaluar gjatë eventit në New York Fashion Week, ku Naomi mbërriti me vonesë, ndërsa Anna, njohur për disiplinën e hekurt, nuk e priti dot më gjatë dhe u largua. Komenti ironik i saj para audiencës: "Jam shumë e përpikt dhe nuk kam nderin të prezantoj dikë që shpesh vonohet." Duket se nuk u prit mirë nga Campbell, por përgjigjja e Naomit në skenë ndezi më tej tensionet. "Nuk ishte zgjedhja ime të kisha zonjën tjetër, do të preferoja shumë më tepër këtë", tha ajo, duke ju referuar mungesës së Anës dhe zëvendësimit me redaktoren e Harper Bazaar, Samira Nasr. Burimet për The Sun thanë se pas kësaj deklarate përjashtimi i saj nga Met Gala ishte i pashmangshëm. Nuk e thumbon Anën dhe pret të ecësh në tapetin e saj. Vetë Naomi në një video të fundit në YouTube pranoi se nuk do të jetë pjesë e eventit të vit, por zgjodhi të jetë e rezervuar në fjalët e saj: "Është e fundit për mua, jam shumë e vjetër, ankthi është shumë për mua. Nuk e di se çfarë numri është ky, 20 apo 21. A mund ta imagjinoni?" Në vend të tapetit të kuq, supermodelja po shijon një ratisje në Maldive me 2 fëmijët e saj.